Të do instalojmë extension live server, pra du të çojmë të extensionat dhe këtu të shkruajmë live server. Këtu i bim install për të instalu. Dhe si që shohim këtu poshtë na shfaq ky butoni këtu go live. Le t'i bim për ta hap faqen tonë tashmë. Dhe kjo është, si më thon, faqja jonë to e hapun. Tashmë nëse unë shkruaj për shembull diçka, për shembull një paragraf dhe i klikoj direkt për ta ruajt, do ta shikoni se automatikisht shfaqet në web faqen tonë, po pas nevojë mi bë refresh, dhe kjo është e bukura e extension live server. Pra s'keni nevojë mi bë refresh për me pa editimet e faqes, thjesht çado që shkruajmë këto, për shembull ja dhe një paragraf tjetër, për shembull lërem, momentin që i bëj save, kjo do shfaqet automatikisht në faqe. Gjëja tjetër që du t'ju them është se kjo këtu është faqja që ne do përpiqna me ndërtu me anë të HTML-s dhe CSS-s. Pra kjo do të jetë një si projekt që ne do e bëjmë. Edhe për me bë ton këtë gjë, ne fillimisht duhet të mësojmë tana elementet të HTML, pastaj të kombinojmë tana të përdorim disa këtu dhe pastaj të përdorim disa stilizime CSS dhe ta ndërtojmë këtë faqen këtu. Pra si më thon, është një projekt që do ta realizojmë avash avash. Për me dash me marrë këtë projektin këtu, mjafton shkojni te GitHub-i Programming Ship, pra këtu te kursi HTML CSS, dhe pastaj këtu te code, t'i bini direkt download zip. Tashmë na duhet t'i bëjmë ekstrakt t'i dokumentit këtu. Dhe si më thon, kjo është folderi ku ne do punojmë. Këta dyja nuk na duhen gjë. Kja Tomi CV Final, kja është dokumenti i plot, pra është direkt ky projekti që kena këtu, është komplet i marum, si me thonë, nërsa ky Tomi CV Start, këtu është gjithçka që na duhet, si me thonë, për me nisë projektin, dhe tashmë ne do t'i marrim këta dy dokumenta, do shkojmë këtu në desktop, dhe do krijojmë një folder të ri, dhe do ta quajmë Tomi CV, dhe brenda ti do i fusim, si me thonë, të dyja këto. Le t'i kopim edhe le t'i fusim këtu te Tomi CV. Tashmë i kena këtu mbrend dhe mjafton që këtë dokument me hap me Visual Studio Code. Pra këtu në Visual Studio Code unë pa i bi Open Folder, Desktop dhe Tomi CV. Dhe tashmë i kena të gjitha dokumentet këtu mbrend. Pra ne do punojmë tek Tomi CV Start, Dhe kena këtë index.html ku është struktura bazike e HTML-s si kena thënë. Pra nëse hapim me live server, do shohim se nuk kena momentalisht asnjë gjë dhe në videot e ardhshme ne do e krijojmë këtë projektin këtu, si më thon. Kaq për sa i përket kësaj video, shihna në videot e tjera.